Lëvizja Socialiste për Integrim rikonfirmon qëndrimin politik për të dalë në zgjedhjet lokale të majit në koalicion me aleatën e saj qeverisës e Partinë Demokratike. Një bashkëpunim ky zyrtarizuar pas procesit elektoral të 28 qershorit në 2009, e që duket se do të vijojë në emër të asaj që edhe vetë krerët e të dyja forcave politike nuk kanë nguruar ta pakzojnë si koalicioni i integrimit. Deklarata u bë nga ministri i jashtëm Edmond Haxhinasto, i cili ndodhe në qytetin e Elbasanit, ku u mbajt konferenca zgjedhore për forumet drejtuese të kësaj partie. Në zgjedhjet e ardhshme vendore ne do të hyjmë në koalicion me Partinë Demokratike dhe kandidaturat për çdo njësi vendore do të vendosen në përputhje të plotë, në konsensus të plotë me Partinë Demokratike. Në cilësinë e koordinatorit për qarkun e Elbasanit, ministri Haxhinasto e cilësoi përzgjedhjen e kandidaturave një proces serioz dhe ambicioz për LSI-n.